Një baba vodhi $10.000 nga kursimet e djalit të tij 4 vjeçar për të bërë udhëtime luksoze. 28 vjeçari rrëfeu në një episod të një programi financiar se si zbrazi llogarinë bankare të birit për të mbushur kostot e 5 udhëtimeve të tij luksoze. Një postier 28 vjeçar nga Mississippi shkaktoi polemika pasi pranoi në një shfaqje në YouTube se vodhi $10.000 nga llogaria bankare e djalit të tij 4 vjeçar për të financuar pushimet e tij. Ai më vonë deklaroi se nuk ndjente asnjë keqardhje për veprimet e tij. Sipas New York Post, buri rrëfeu në një episod të një programi financiar se si zbrazi llogarinë bankare të djalit të tij, të financuar kryesisht nga ata afërm për të mbushur koston e 5 udhëtimeve të tij luksoze. Këto përfshinin vizita në New York, Disney World, Bahamas, Houston dhe Atlanta. E pash si një kredi pa interes. Mendova se ishte e rëndësishme të krijoja kujtime me të dhe t'i jetoja përvoja ja vlente, tha ai në shfaqje, kur u pyet nëse kuptoi se kishte vjedhur nga djali i tij. 28 vjeçari hodhi poshtë kritikat. Mendova se ai ishte 3 ose 4 vjeç tani. Ai nuk do ta kuptonte, u përgjigj ai. Prezantuesi i emisionit dukshëm i tronditur e quajti aktin të neveritshëm dhe egoist, duke vënë duke se paratë mund të ishin investuar dhe të ishin rritur në mbi $40.000 kur djali ishte 18 vjeç. Baba i djalit gjithashtu pranoi se kishte bërë tërheqjet pa i thënë gruas së tij, e cila së fundmi u rekrutua në ushtrinë amerikane për të ndihmuar familjen të paguante një borxh prej $90.000. Ai gjithashtu zbuloi se së fundmi kishte marrë hua nga kursimet e tij të pensionit për të mbuluar detyrime të tjera financiare. Kishte marrë disa kredi personale dhe kishte bilance të papaguara në disa karta krediti, njëra prej të cilave kishte një normë interesi prej 25%. Në të kundërt, gruaja e tij nuk ka borxhe personale, shkruan CNN.